Pasi vendosi të marrë në mbrojtje Belinda Ballukun duke shpërfillur kërkesën dhe provat e SPAK-ut për episodet që vërtetojnë se ish zëvendës kryeministrja, shkeli barazi në tendera dhe intimidoi dëshmitarët përmes bandave kriminale, Edi Rama nxitoi të shpjegonte standardet e demokracisë Berlinit dhe Londrës. Ndërkohë që ambasada gjermane dhe ajo britanike cilësuan si kusht të panegociueshëm imunitetin e Belinda Ballukun për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Edi Rama ju kundrapërgjigj selive diplomatike të huaja, duke ju shpjeguar atyre normat kushtetuese e ligjore. Shumica e qeverisës e bëri sot pas një diskutimate që do të bënte çdo parlament demokratik i Europës, ku kalimi i kërkesave të prokurorisë jo për arrestin pa gjyq të një deputeti si kjo kërkesa e sotme, po për të filluar apo jo hetimet, nuk është askund si kalimi pas një lloj kontrolli i kufive në zonën Schengen. Ai është një proces serioz, i bazuar në norma kushtetuese e ligjore, të cilat nuk janë as karta bianca, as dyer të mbyllura për prokurorinë. Dhe ndërsa Gjermania dhe Britania e Madhe cilësuan si kusht ndjekjen penale të zyrtarëve të lartë duke ju referuar rastit konkret të ish zëvendës kryeministres, Edi Rama e cilësoi imunitetin e Belinda Ballukut si një kapitull të mbyllur, për cilin ai nuk ka ndërmend të reflektojë. Belinda Balluku nuk akuzohet për korrupsion dhe hetimi çështjes duhet të vazhdoj, i patrazuar as nga pengimi, as nga yrshtja e SPAK-ut, prej faktorësh jashtë kufive të pushtetit të pavarur gjyqësor. Sot ne i kemi respektuar plotësisht ato norma dhe kush pretendon të kundërtën ka të drejtën e vet të padiskutueshme, por s'ka argumenta të mjaftueshëm për ta fituar debatin mbi ekzistencën ose jo të kufirit mes pushteteve të pavarur kushtetues, të cilin Parlamenti i Shqipërisë e mbylli sot, duke treguar se dinjiteti i parlamentarëve nuk është material për eksperimente sociopolitike, të cilat e bëjnë kurrën më të rrezikshme se sa sëmundja që duhet të luftojë. Madje kryeministri arriti deri aty sa i akuzoi ambasadën gjermane dhe atë britanike se po flasin në gjuhën e Partisë Demokratike. Përshëndes deklaratat e ambasadave të Mbretërisë së Bashkuar dhe Gjermanisë, me parimet e shprehura në të cilat jemi të gjithë shumë dakord 100%, por duke qenë se që të dyja dolën sot, kur kuvendi me plot të drejtë refuzoi heqjen e lirisë së një deputeteje në mungesë të plotë të kushteve për ta ndërmarrë një hap të tillë ekstrem dhe njëkohësisht, duke qenë se shoqata e molotovarëve të Tiranës ka filluar të flasë edhe në emër të Gjermanisë. Gjatë reagimit të tij, Rama përdori retorikën e zakonshme që sipas tij nuk ka plan B për integrimin në Bashkimin Evropian, por sot si asnjëherë më parë kryeministri është në përplasje të hapur me vendet e Bashkimit Evropian pas aktit të paprecedent në historinë e pluralizmit shqiptar, ku një majorancë refuzon një kërkesë të drejtë për drejtë për heqje imuniteti të një deputeti.